le të themi aspirimin e duhur të ambientit në mënyrë që të mos asfiksohen qytetarët. Gjithashtu kemi raste, jepen leje për kulla, jepen leje për pallate dhe sa del nga pallati zbret direkt në rrugë. Duhet sipas rregullores që të ketë një shesh pushim për çdo kull, për çdo pallat. Ku janë këto shesh pushime? Pra bëhen pallatet buz rrugës. Kemi Nunaz, kemi le të themi edhe në rrugët le të themi që janë ndërtuar sfundmi. Si mund ndërtohet një pallat i tillë? Dalin qytetarët i shtypin makinat. Pra duhet të ketë shesh pushim. Kjo do të thotë që ajo leje që është në Zanafill nuk është e saktë dhe kontrolli nga ana e inspektoriateve ka munguar ose mund të mos jetë bërë konform ligjit. Pra ka edhe një shkelje të pastër të ligjit. Prandaj unë e thash kryet herës, duhet të ripar kjo puna e inspektoriateve sepse në këndvështrimin tim nuk funksionojnë, le të themi 100% ashtu si duhet funksionojnë në çdo vend normal. Ndërkohë, çfarë janë problemet tjera që të bëjnë përshtypje Azmer në këtë drejtim? Ju përmendët një tjetër element pra të mangësisë së sigurisë dhe në terrenin e hapësirave, por nga ndërtimet në vetvete. Ja t'ju them një tjetër për sa i përket pallateve, kryesisht mungojnë shkallët e jashtme. Pra këto shkallët metalike që janë daljet emergjence që zakonisht vendosen në pjesën e pasme ose anësore të një pallati, që qytetarët të kenë mundësi të evakuohen. Por nuk e di në Shqipëri ose të paktën në Tiranë, pallatet që i kanë këto shkallët metalike numërohen me fishat e pas, pasi le të themi në masë të madhe nuk i vendosin. Dhe këtu është një problem tjetër në fakt që duhet të ripar nga ndërtuesit dhe duhet forcohen kriteret në mënyrë që bëhen, le të themi, sipas normave që i ka çdo vend normal. Nuk po themi në Europë, por të paktën dhe vendet e rajonit. Madje shpesh herë problem, unë shikoj edhe pjesën e këtyre parkimeve nëntoksore, sepse siç janë shkruar kohët e fundit shumë edhe këto makinat elektrike, qytetarët në mënyrë të papërgjegjshme vendosin edhe karikusët për të karikuar makinën e tyre dhe marrin rrjetin, le të themi, ushqimin për karikusin nga rrjeti i përbashkët me përcjellësat jo të duhur që më pas mund të shkaktojë le të themi edhe problematika dhe raste zjarri edhe në parkimet e makinave, madje para jo më shumë se 2-3 javësh u dogjën disa makina në një parkim dhe pika tjetër që le të themi është një anomali tek ne është sistemi hidrant. Sistemi hidrant janë këto rrjetat e tubacionit që vendosen nëpër tavane për shuarjen e zjarrit në rastin e detektimit të zjarrit, pra këto sprinklerat. Ka pasur shumë raste nga raportimet e zjarrthikësve që sistemi i detektimit e ka detektuar zjarrin, e ka kryer funksionin, por nuk është bërë shuarja e zjarrit sepse nuk ka pasur ujë. Ose depozitat kanë qenë boshatisura, ose pompat kanë qenë me probleme, ose presioni i duhur ka munguar. Dhe si pasojë zjarri nuk është parandaluar. Dhe normalisht një problem tjetër që është shumë madhor, që nuk lidhet vetëm me pjesën e diskotekave apo le të themi pubet, por ka të bëjë me ndryshimin e destinacionit ambient. Ka shumë qytetarë që japin apartamentin katin e 5 e jep për biznese, e jep le të themi për klinikë dentare, e jep për këto klinikat që vendosin pajisje mjekësore. Më fal, por rrjeti elektrik i projektuar për atë banesë është projektuar për apartament zotëri, nuk është projektuar që ti të bësh klinikë dentare apo laboratora e gjitha me radhë. Pse? Sepse e rëndon rrjetin dhe më pas nxehja e përcjellësave shkakton shkëndijjen e famshme elektrike që më pas përkthehet në zjarr. Dhe këtu unë prandaj e thash duhet të ndryshohet komplet pjesa e inspektoriateve sepse nuk janë duke e kryer funksionin për cilat janë krijuar ashtu siç duhet, sepse ka edhe një problem tjetër, ja t'ju jap vetëm një shifër që e pash para se të lidheshin bashkë. Inspektoriati i punës që kontrollon punëtorët, por edhe sigurinë në punë, në të gjithë territorin e vendit ka vetëm 99 inspektorë. Pra, këta inspektorë nuk ja dalin do t'i shkelin kantieret që janë sot hapura në të gjithë territorin e vendit dhe jo me të bëjnë kontrollin cilësor për sa i përket sigurisë. Dhe për këtë arsye duhet një reformë shumë e madhe në mënyrë që mos të jemi përsërit për të folur për këto situata dhe qytetarë të tjerë të rrezikohet jeta, por edhe të dëmtohen bizneset e tyre që shpesh herë le të themi
kanë ndodhur, kanë qenë raste të shpeshta në vendin tonë. Ndërkohë, Azmer, një tjetër çështje a ka të bëj edhe me këto furnizuesit e makinave me energji elektrike, shohim kabina rëndom në trotuare. A është mjaftueshëm siguria me aq apo nuk përbën rrezik, po themi, duke qenë se përqendrohet një sasi dhe një volum i lartë i rrymës apo jo? Patjetër edhe këto kanë problematika, kanë pasur problematika dhe unë i shikoj shpeshherë edhe si rrezik nëse nuk janë bërë në formën e duhur ose nuk janë instaluar siç duhet në këto parkimet e makinave. Pse? Sepse ato kanë një fuqi jashtëzakonisht të madhe dhe nuk mund të përdoret rrjeti i përbashkët. Pra çdo qytetar që ka makinë elektrike duhet të bëjë kontratë me OSHE-n të posaçme, që rrjeti të bëhet siç duhet dhe jo të merret qoftë edhe nga matësi i tij, nga sahati i tij, se ka shumë që marrin, thotë marr nga shtëpia ime, thotë edhe nuk ka problem. Po, ka problem sepse ti ngarkon rrjetin zotëri. Pra ti rrezikon mirë, le të themi, linjën tënde, por rrezikon edhe të gjithë komunitetin, sepse jeta në komunitet nuk është vetëm jetë, le të themi, je vetëm ti dhe bën çfarë duash. Jo. Pra çdo qytetar që ka makinë elektrike duhet ta fiksoj mirë, duhet ta instaloj, le të themi, impiantin elektrik të karikuesit ose të furnizuesit makinës si duhet, sipas rregullores në fuqi. Dhe jo të bëj këto manovra sepse në fund ditës nuk përfiton, mund të shmangi disa kosto minimale, le të themi, për hapjen e kontratës së re edhe shpenzimet e përcjellësit, por le të themi nuk bëhet rrezik për makinën e vet pikë pari, por edhe për le të themi makinat e tjera ose për gjithë komunitetin që jetojnë në një ambient përbashkët. Pra duhet që qytetarët të ndërgjegjësohen, por fatkeqësisht në shumicën e rasteve ndërgjegjësimi mungon. Ndërkohë, Azmer, dhe një pyetje të fundit, në parim jeni dakord me makinat elektrike? Kanë qenë një model i suksesshëm i përdorimit të energjisë në këtë formë? Normalisht në parim, ato janë shumë komode dhe absolutisht edhe pjesa e energjisë elektrike në vendin tonë, le të themi, ne kemi energji që e prodhojmë nga hidrocentrale, pra nuk është problem pjesa e nevojës për energji elektrike, por, siç e thash, duhet të ketë vetëm pak kujdes pikat e karikimit, por gjithashtu edhe bateritë e makinave, sepse shpesh herë ato e makina elektrike dhe duhet pasur kujdes, nuk mund të hyjnë në vende me ujë të gjitha me radhë, sepse ose në rrugë të amortizuara ose të prishura, sepse poshtë kanë bateritë dhe mund të ketë edhe një dëmtim mekanik aty dhe mund të hyjë ujë brenda te bateritë dhe mund të shkaktojë shkëndijë elektrike. Pra duhet pasur edhe ky kujdes në përdorimin e tyre, se nuk është një lloj si makinat me hidrokarbure, që edhe po kapi poshtë maksimumi do dëmtojë me tubë dhe do rrjedhë vaj, por nuk shkakton zjarr, pra nuk shkakton flak. Por mbetet për të parë, është shtuar në fakt numri në Shqipëri, faktën 2 vitet e fundit, për një arsye dhe thjesht sepse edhe çmimet, le të themi, janë ulur, por edhe këto makinat që po vinë me shumicë tashmë nga Korea janë pothuajse pjesa më e madhe elektrike. E qartë. Azmer, shumë faleminderit që isha me ne, kënaqësi të bisedonim. Mi miq, do të ecim më tej, do të shkojmë në një hapësirë publicitare, kthehemi vetëm pas pak në studio.